Është ekstraduar nga Dubai për në Shqipëri Kleviola Ahmeti, i njohur ndryshe në rrjetet sociale me emrin Klevio. Ajo është ekstraduar pas një operacioni të përbashkët mes drejtorisë së Interpolit Tiranë dhe zyrës së Interpol Abu Dhabit në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare, pasi ndaj tij ishin lëshuar 2 vendime gjyqësore për vepra të ndryshme penale. Në vitin 2024, gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë i kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale për ndjekja, pasi akuzohej se për disa vite kishte përndjekur fizikisht dhe në rrjetet sociale këngëtarin e njohur Rigel Srajku, i njohur ndryshe me emrin Noizi, dhe familjarët të tij. Gjithashtu në të njëjtin vit, gjykata e Fierit e kishte dënuar me 9 muaj burgim për veprën penale largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit, pasi kishte thyer masën e sigurisë që ishte vendosur më herët. Pas lokalizimit dhe ndalimit në Emiratet e Bashkuara Arabe, Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Abu Dhabin, realizoi ekstradimin e tij në vendin tonë. Kleviola Ahmeti tashmë është dorëzuar pranë drejtorisë së përgjithshme të burgjeve për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore dhe vijimin e procedurave të tjera ligjore.